Përshëndetje, në këtë video do të tregojmë se cilat janë shenjat që një mashkull i shenjës së luanit ka rënë në dashuri me ju. Një burrë që i përket shenjës së luanit është karizmatik dhe shkëlqyes në shoqëri. Atë do ta shohësh gjithmonë si shpirtin e festës. Është një bashkëbisedues i jashtëzakonshëm. Ka një vetbesim që buron nga brenda. Nuk ka frikë të provojë gjëra të reja. Ka një dozë të shëndetshme tradicionalizmi. Është romantik, është pasionant, dashuron aventurën, por si sillet ai kur është i dashuruar? Le të shohim tani cilët janë shenjat më kryesore të një mashkulli të shenjës së luanit. Së pari, ai është shprehës dhe e plot afeksion fizik. Çfarë do të thotë kjo? Nuk është nga ato njerëz që i fshehin ndjenjat. Kur ai i dashuron, kërkon që partnerja ta ndjejë këtë në çdo moment. Madje nuk e ka problem që ta kapë për dorë në rrugë, ta përqafojë përpara miqve, apo t'i japi një puthje pa u shqetësuar se kush po i sheh. Në fakt, ato nuk mendojnë se dashuria duhet të mbahet e fshehtë, por duhet jetuar. Madje edhe në shtëpi ai kërkon afërsi. Nuk janë vetëm momentet romantike ato që kanë rëndësi për të. Një puthje para se të dilni, një përqafim kur zgjoheni, apo kur uleni duke parë një film së bashku, një shëtitje duke kapur duart e njëri tjetrit, të gjitha këto e bëjnë luanin të ndihet i dashuruar. Mund të ndodhë që pas një dite të lodhshme në punë, ai të mos kërkojë as fjalë të mëdha dhe as ndonjë dhuratë. Mjafton që partnerja të presë atë me një buzëqeshje, ta përqafojë fort dhe ta pyesë si shkoi dita. Për shumë burra luan, ky është momenti kur ata ndihen se ndodhen në vendin e duhur me personin që meritojnë. Por nëse kalojnë disa ditë pa afeksion, ai fillon ta ndjejë mungesën. Jo sepse kërkon vëmendje vazhdimisht, por prekja është një nga mënyrat kryesore me të cilën ai e përjeton dashurinë. Për të, xheset e vogla vlen më shumë se fjalët e bukura. Së dyti, ai kërkon vlerësim të sinqertë dhe admirim. Një mashkull i shenjës së luanit investon shumë energji në një marrëdhënie. Kur ai bën diçka për partneren, nuk e bën për detyrim, por sepse dëshiron ta shohë të lumtur. Në këmbim nuk kërkon gjëra të pamundura. Një faleminderit apo një jam krenare për ty, këto kanë shumë peshë për të. Nuk është e nevojshme që të bësh lavdërime pafund të egzageruara, por vlerësime të sinqerta. Imagjinoje pak këtë situatë. Ai kalon pasditen duke rregulluar diçka në shtëpi. Bën pazaret, përgatit darkën, madje e di që partnerja ka patur një ditë të vështirë. Nëse ajo e sheh këtë si diçka normale dhe nuk i thot asnjë fjalë, ai mund të ndihet i pavlerësuar. Nëse ajo e përqafon dhe i thot, e di sa shumë më ndihmove sot, faleminderit, ai ndihet më i lumtur se kurrë dhe do të vazhdojë ta bëjë këtë me kënaqësi edhe në të ardhmen. Por nëse luani kupton se po shfrytëzohet apo çdo përpjekje e tij merret si e mirëqenë, ai fillon të mbyllet. Nuk e shpreh menjëherë zhgënjimin, por me kalimin e kohës mund të largohet emocionalisht. Luanët janë mjeshtër të xhesteve romantike. Kur ato bien në dashuri, ai kërkon që partnerja të ndihet e veçantë. Është nga ata njerëz që kënaqen duke bërë surpriza, udhëtime spontane, darka romantike apo dhurata që tregojnë se ai ka menduar për gruan që do. Ai nuk i bën këto gjëra vetëm për të bërë përshtypje. Për të është mënyra më e bukur për të shprehur dashurinë. Nëse ti gjatë një bisede i thua sa më pëlqejnë trëndafilat, ka shumë mundësi që në përvetorin tjetër të shfaqet
me një tufë të madhe trëndafilash. Nëse përmend se ke dashur gjithmonë të shkosh diku në një qytet, në një vend të caktuar, ai patëthënë mund ta organizojë një fundjavë dhe ti do të surprizohesh. Ai ndjehet shumë mirë nëse partnerja i shijon këtë surprizë dhe nuk ka frikë të tregojë emocionet. Sa më shumë të ndani eksperjenca së bashku, aq më e fortë do të bëhet lidhja juaj. Së katërti, një nevojë absolute për besnikëri. Luani e ka shumë të theksuar këtë. Besimi është themeli i çdo marrëdhënieve për një mashkull të shenjës së luanit. Kur ai vendos të hap zemrën, pret të njëjtën gjë edhe nga partnerja. Nuk i pëlqejnë lojrat, apo dyftyrësia, ose thjesht disa sekrete të panevojshme në një lidhje. Nëse ndjen se mund të besojë plotësisht, ai bëhet një partner shumë mbrojtës dhe besnik. Do të jetë pranë teje kur gjithçka shkon mirë, por sidomos kur jeta ka problemet e saj dhe bëhet pak e vështirë. Le të themi se partnerja e tij po kalon një periudhë të vështirë në punë. Ai të qëndron pranë edhe kur të tjerët nuk janë aty. Ndoshta nuk ka një zgjidhje perfekte, por e ke aty. Thjesht të dëgjon dhe mundohet me të tillën të kujtojë se nuk je vetëm. Nga ana tjetër, nëse zbulon një tradhti apo gënjeshtër të madhe, zhgënjimi nuk ka kufi. Edhe nëse përpiqet të falë, besimi nuk i rikthehet lehtë. Për këtë arsye, ndershmëria është gjithmonë gjëja më e mirë për të ndërtuar një marrëdhënie me të. Së pesti, ai është plot energji, bën lojra, krijon të qeshura. Nëse je në marrëdhënie me një burr luan, rrallëherë kjo marrëdhënie do të bëhet monotone. Ai ka dëshirë të krijojë kujtime, të qeshë dhe ta bëjë jetën interesante. Mund të krijojë disa surpriza të vogla, si ndonjë udhëtim në fundjavë, një mbrëmje jashtë, apo një lojë me letra me miq në shtëpi. Nuk ka rëndësi nëse është një aktivitet i madh apo i vogël. Ajo çka është më e rëndësishme është që ti të kalosh kohë cilësore me të. Nëse ti je gjatë një shëtitje të zakonshme me të, ai papritur vendos të ndalojë të qeras me një akullore, ose mund të bëj fotografi. Ai krijon momente spontane të gëzueshme dhe këto janë pjesë e karakterit të tij. Nëse partnerja i pëlqen këto aventura, ai ndjen se ka gjetur njeriu që mund të ecë gjatë në jetë. Për të, gëzimi dhe e qeshura krijojnë kujtime të bukura dhe janë më të rëndësishme se sa vetë dhuratat e shtrenjta. Kur një mashkull luan të dashuron, duhet t'ia kthesh me këto forma. Trego vlerësim për të. Mos i lër pa vënë re gjërat që bën për ty. Edhe një fjali të thjesht, jam me fat që të kam pranë, mund t'i ndryshojë ditën. Ai nuk kërkon një adhurim të verbër, por dëshiron të ndihet i rëndësishëm për njeriu që do. Pranoj ftesat e tij për shëtitje, eksperjenca apo udhëtime. Kujtimet që do të krijoni kanë shumë vlerë, madje më shumë se vetë destinacioni. Nuk ka rëndësi që të bësh një udhëtim të shtrenjtë, mjafton që të argëtoheni bashkë. Nëse je e shqetësuar, fol me të, mos prit që ai ta kujtojë gjithmonë. Një bisedë e qetë shmang çdo keqkuptim. Në vend që të mbash inat për ditë të tëra, thuaj se çfarë ndjen. Një burr luan zakonisht e respekton sinqeritetin dhe përpiqet të gjejë zgjidhje. Respektoje pavarësinë e tij, edhe pse është shumë familjar dhe i përkushtuar, ai ka nevojë të ndjejë dhe pasionet e veta, si sporti, puna, miqt apo një hobi që e bën të ndihet mirë.
Kur partnerja e mbështet, ai e vlerëson edhe më shumë. Mbaj gjallë romancën. Nuk duhet të presësh gjithmonë që surprizat i bëj ai. Mund t'i bësh edhe ti një mesazh, një darkë, një bilet në koncert. Ai vlerëson çdo gjest që rrjedh nga zemra. Dashuria me një Luan mund të jetë plot aventura dhe emocione. Ai është i fortë në dukje, por pas vetbesimit fshihet një njeri që ka nevojë të ndjejë dashuri, respekt, ashtu siç jep ai vetë. Ndoshta do të kesh ditë kur do të befasoj me energji, mbujarinë dhe dëshirën për të bërë të lumtur. Por ka dhe momente kur krenaria e tij mund ta bëjë të vështirë të pranojë se është lënduar. Dhe pikërisht në çaste të tilla, durimi dhe komunikimi bëjnë diferencën. Shumë çifte që kanë marrëdhënie të gjata në vite me një burr Luan tregojnë se ai është nga njerëzit që nuk dorëzohet lehtë kur dashuron vërtet, sepse lufton për lidhjen, e mbron familjen dhe përpiqet të krijojë një jetë ku partnerja të ndihet e sigurt dhe e vlerësuar. Gjëja më e rëndësishme për të është vetvetja. Mos u përpiq ta kontrollosh, mos përdor xhelozinë si provë dashurie dhe mos bëj lojra emocionale. Nëse i jep besim, sinqeritet, respekt dhe dashuri të pastër, ka shumë mundësi që ai të jetë jo vetëm partneri, por dhe shoku yt më i mirë në jetë.